mekatronika është një kombinim mes mekanikës, elektrikës edhe teknologjisë së informacionit. Kjo vjen prej nevojës që më shumë mi lidh këto inxhinieri në një produkt vetëm, si komponente të kompjuterit, për shembull hard disku e kështu me radhë, që ndërthurrin disa lami mes veti për marrë deri te produkti final, që kam ka shty mu personalisht me vazhdu me studiu këtë lami është teknologjia që përdoret, mundësia për me dizajnu si në 3D dhe ashtu edhe me mujt me programu, me mujt me lidh me qarqe elektrike, gjithashtu ka qenë tërheqëse si fush edhe kam vendos me studiu. A është fush që ka, që ka perspektivë në Kosovë dhe që kërkohet? Po, është fush që ka perspektivë, kujtoj profën tam që tha kur unë studiesha në kohën time që çdo student i kësaj lamie kur e ka kry fakultetin e ka gjetë punën e lehtë. Nuk do me thonë që e ka gjetë bashkë të dizajnu një produkt të ri, po gjithsesi është një lami që ja aftëson. Unë kisha me thonë, është mënyra vetme që me studiu të përgjithshëm edhe në fakultet, se ka shumë që ka ndërthurë atë në mekatronikë. Po, a kina i projekt veçantë që ti e ki bo dhe që e dënë? Në mekatronikë e kom dasht shumë CNC maçinat industriale që përdoren për me prej materialin, për me prodhu një komponent mekanike, edhe në master sa isha të studiu, e kam mendu mi bu një qark që i ngas motorat elektrik, për CNC maqina, por me një plakë elektronike ma të veçantë. Kjo ka qenë edhe tema diplomës time, ajo plaka elektronike quhet FPGA, është një plakë elektronike shumë e konfigurueshme edhe është pothuajse fjala fundit e teknologjisë, çka unë kom pas mundësi me pas qasjen ta tu e di që këto plaka elektronike kushtojnë shumë shtrejt. Normal, laboratori i ka pas munges, edhe është dasht me porësit prej jashtme për me mujt me eksperimentu për me ta, edhe me pa qësh funksionon, me mujt me bu një projekt me ta. Kjo u kun edhe tema jam e masterit. Dhe e ke arrit? Kam arrit me i gjeneru sinjalet elektrike me frekuencat të ndryshme që varjojnë, do me thonë frekuenca varjon sipas pozitës në cilën është maqina të lëviz, edhe janë senzora që e kontrollojnë, e lexojnë të kohën pozitën e makinës edhe vendosin në këtë pozit duhet me vazhdu me rritë nxitimin, me vazhdu me njëjtën në shpejtësi ose me ngadalu që me ardhë deri te pika përfundimtare.